Lajm i madh për pensionistët. Vitet e punës të para 93-shit do të njihen automatikisht, pa gjykat, pa dokumenta të tjera specifike provuese. Në 30 janar të këtij viti, ligji nr. 7 solli ndryshimin e shumëpritur për prindrit dhe gjyshrit tanë në prag pensioni, si dhe për të gjithë ata qytetarë që ende sot nuk e përfitojnë këtë të drejtë themelore për shkak të mungesës së dokumentacionit. Janë rreth 40.000 qytetarë që do të trajtohen me këtë ligj. Dhe konkretisht, të gjithë ata që kanë qenë të punësuar pranë ish kooperativave bujqësore, ish ndërmarrjeve bujqësore, si dhe në institucione shtetërore apo ish ndërmarrjet shtetërore. Por çfarë duhet të bëni për të qenë përfitues? Mjafton një kërkesë apo një deklaratë e thjeshtë e bërë nga vetë ju, ku do të citoni vendin e punës dhe periudhën e punës, një certifikat që provon banimin tuaj të atëhershëm, si dhe një dëshmi penaliteti. Kaq e thjeshtë. Kujdes, ligji ka një kleçk. Ai ju njeh vitet e punës vetëm pasi ju arrini moshën madhore, pra bëni 18 vjeç. Pjesën tjetër të viteve të punës të para kësaj moshe nuk e njeh. Pra 3, 4 apo 5 vite që ju mund të keni punuar, nuk do ju llogariten në pension. Andaj, nëse jeni në gjykat dhe keni kërkuar vërtetimin e faktit juridik dhe gjendeni përpara presionit të gjykatës për të pushuar procesin sepse ligji ka ndryshuar, mos e bëni këtë me nxitim. Kërkoni njohjen e viteve të punës për periudhën para 18 viteve, në mënyrë që ato 5 vite punë të llogariten pension dhe të jenë para që do të shkojnë në xhepin tuaj.